can fly. Surprizoi Eglin që të shmang gjyqjen me Top Median, reagon Olsi Bylyku. Pas surprizët që Olsi Bylyku i bëri Eglit takos brenda shtëpisë së Big Brother VIP Albania, rrjetat sociale janë përfshirë nga zërat se ky veprim ishte një përpjekje për të shmangur përballjen ligjore me Top Median. Përmes këtyre spekulimeve dhe tagjeve të shumta që kanë shkuar në drejtim të Olsi Bylykut, ka qenë ky i fundit që ka reaguar publikisht përmes një Insta story ku shprehet me ironi dhe qartësi. Ju falenderoj si fillim për çdo mesazh miq, shok e koleg, kurse ju që keni menduar se bëj deal, ju kam rry screenshotet, shkruan aktorit duke thënë indirekt se nuk i kanë mbyllur problemet me Top Median, por kjo ka qenë një mesazh i sinqert ndaj Eglit. Olsi në fakt edhe vetëm një ditë më parë i ftuar në një emision për të folur më shumë për karrierën e tij, problemet, por edhe Eglin u shpreh për gjyqjen me Top Media se nuk e ka pritur as pak. Ai tregoi se u fut në Big Brother pa pasur një plan, pasi vetëm u propozua se do ishte një kalim i ndërmjetëm përpara se të fillonte një emision të premtuar nga Top Channel. Por dalja e tij në mënyrë kaq të pabese lëndoi atë si dhe prishi të gjithë planet. E jo vetëm kaq, por ai tha se në pjesën më të mërzitur të tij i ndodhi edhe goditja e dytë, teksa u dërgua në gjyq. Edhe sot nuk e di pse jemi në gjyq, është turp që të arrijmë deri këtu, tha Olsi për Top Media, teksa tregoi se shpreson që së shpejti e gjithë kalvari në gjyq të mbyllet, pasi janë seancat e fundit. Ai foli ndër të tjera edhe për Eglin përpara se t'i bënte surprizën në Prime, ku tregoi se ka mirënjohje për të dhe se nuk do i harrojë asnjëherë të mirat që i kanë bërë njëri tjetrit, si dhe periudhën e bukur që kanë kaluar, përfundoi ai.